Kasirat në atë partë falenderoj që i e përsëri pjesë e pasqyrës shqiptare. Mirë se erdhe. Faleminderit, unë vim me kënaqësi të pasqyra, po duhet vish edhe ti të podcasti im që të lahemi. Patjetër, me kënaqësi do kemi rast. Ka ndodhur shumë zhvillime këto 2 muajt e fundit. Do të përqendrohemi te protesta. Kemi një protest që sot është në ditën e vet të 57, mos gaboj. Pasi filloi protesta, patëm edhe një deklarat, një kërkesë me 5 pika nga protestuesit, e cila u lexua nga Dritan Goxhaj. Dhe zhvillimi më i fundit është krijimi i kuvendit, apo jo? Le ti marrim me radhë. Për mendimin tënd, çfarë shkaktoi te njerëzit kaq shumë zemërim sa që mbushën bulevardin dëshmorët e kombit? Shkrepsja është e qartë dhe e dukshme besoj për të gjithë. Shkrepsja ka qenë tërheqja zvarre një qytetari nga policia private e atij ndërtimi që me sa thohet nga qeveria nuk ka as leje ndërtimi në pranit policisë shtetit. Do të thënë kjo ishte padyshim detonatori, mekanizmi i shkrepës goditës që e shpërtheu situatën. Por situata ka qenë e mbarsur gjatë 13 viteve të qeverisë së Rama me gjitha padrejtësitë që kjo qeveri ka vazhduar të bëjë në mënyrë sistematike në kurriz shqiptarëve dhe me bashkëfaqësinë e opozitës, qoftë me votimin e ligjeve apo të amendamenteve kushtetuese siç i ka dashur Rama gjatë këtyre 13 viteve, po dhe më herët, edhe kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, dhe nga ana tjetër me pafuqinë e opozitës për të bërë opozitë. Njerëzit tashmë janë të bindur se ne kemi një sistem bipolar, bipartizan, që simbolikisht mund ta paraqesim me fytyrën e Berishës edhe të Ramës. Unë me humor e kam bërë me inteligjencë artificiale, një letër bixhozi, atë që shqiptarët i thonë Derry Match, mbreti i shpatave, e kam bërë me kokën e Ramës edhe me kokën e Berishës. Kjo na ka mbetur në dorë, Derry Match, Rama Berisha. Ti ke qenë përkrahas i idesë të demokracisë direkte këtu e 6 vjet më parë, që në kohën e mbylljes së famshme për shkak të ashtu quajturit Covid-19. Mund të ma elaborosh pak këtë ide dhe si është shpalosur kjo në krijimin e këtij kuvendit që doli nga protesta? Do ta them shumë thjesht me një shembull të vetëm, duke marrë për shembull projektet e kushtetutës që ne kemi votuar dhe projektin që kemi sot. Në vitin 94 shqiptarët kanë votuar për herë të parë për kushtetutën, e cila u rrëzua, siç e dim. Arsyeja kryesore pse është rrëzuar i projekt nuk ka qenë se njerëzit e kanë lexuar të gjithë dhe e kanë kuptuar të gjithë. Po kanë qenë se nga komentet e mediave, nga komentet e opozitës, ajo paraqiti si projekt kushtetuta për një republikë gjysmë presidenciale, që do të prodhonte një super president të fortë dhe ky do ishte Sali Berisha. Pra kishte shumë kompetenca presidentin atë kushtetut, ndoshta nuk di se nuk e kam lexuar kushtetutën franceze, po besoj që ka qenë afër modelit francez. Dhe njerëzit nuk e donin pikërisht sepse kishin ende të freskët kujtimin e diktaturës, modelin e njëshit që kishte drejtuar Shqipërinë 45 vjet. Pra nuk donin një njësh të fortë. Por ama është vendi të theksojmë që ai projekt presidentit i jepte vetëm 2 mandate. Në 98-ën shqiptarët votuan për projekt kushtetutën aktuale. Ku ky problem ishte zgjidhur sepse kushtetuta vendoste një balans midis pushteteve dhe prodhonte një republikë parlamentare, jo presidenciale, as gjysmë presidenciale. Pra ky është vullneti i qytetarëve. Këtë kanë dashur qytetarët. Kjo ka qenë hera e fundit kur vullneti i tyre është dëgjuar? Po dhe hera e fundit që ata janë pyetur. Tani çfarë ka ndodhur? Bashkohet Rama me Berishën, që nga 2007 e këtej, 19 vjet aleancë e fshet, e hapur në rastin e kushtetutës, i bëjnë 7 amendamente kushtetutës që e shkatërrojnë frymën e kushtetutës. Pikërisht këtë balancën e pushteteve e kanë prishur. Nuk ka njeri sot në Shqipëri që nuk e kupton që ne jemi në një republikë kryeministrore. Kompetencat e kryeministrit janë të jashtëzakonshme. Ti kryeministri nuk e rrëzon dot as me mocion zbesimi në parlament. Ti mbetesh me atë kryeministër derisa dojë ai të shkojnë zgjedhje të reja, duke qenë kryetari i maxhorancës, ose të zgjedhë një kryeministër tjetër po nga rreth e veta. Nuk ka mekanizëm për zgjedhjet e parakoshme. Dhe këto e kanë bërë amendimet kushtetuesi që i ka votuar Rama dhe Berisha bashkë me, nuk duhet i harrojmë, se kanë fajin e tyre dhe ata, kukullat në të dy kampet respektive.
Ja pse jam unë për demokraci direkte, sepse kur qytetarët votojnë, këta qytetarët shqiptarë që disa i quajnë ignorant, të paqytetëruar, që nuk marrin vesh nga politika, që nuk marrin vesh nga ligjet dhe nga kushtetuta, 2 herë shqiptarët pas kanë votuar shumë më mirë se sa kanë votuar 7 herë këta të kulturuarit. Kështu që nëse do të kishim kushtetut të re të bërë me referendum, siç po kërkohet, është një nga 5 kërkesat, nëse jo e artikuluar qartë dhe fort nga ai që quhet grupi nismëtar për grupi koordinator i protestës, unë jam i bindur që situata fillon të merr rrugën për zgjidhje. Natyrisht nuk ka për të qenë vendi lumtur i begat dhe demokratik Shqipëria të nesërmen e miratimit të kushtetutës, po do të hapet rruga për të ndërtuar një shoqëri të drejtë dhe që mund të zhvillohet, mund të prosperojë. Me sa kuptojmë, pengesa kryesore e realizimit kësaj kërkese është vetë kryeministri. Si largohet ai nga posti? Shikon, në këtë moment nuk ka asnjë mekanizëm juridik që ta bllokosh Ramën të detyrosh të japë dorëheqjen. Po nëpërmjet rrugës si mund të realizohet kjo? Nëpërmjet rrugës thjesht duke dalë në bulevard siç kanë dalë njerëzit këto 58 net me këtë të sotshmën, prap nuk është e mundur. Sepse kjo do të donte kjo lloj zgjidhje ka nevojë për një kryeministër qytetar me përgjegjësi publike dhe advetare që ditë lexojë mesazhin e qytetarëve. Rama nuk ka dëshirë ta lexojë mesazhin sepse Rama s'ka ardhur me zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe nuk rrezikohet nga protestat. Ajo që duhet të ndodhë në Shqipëri është të fillojë mosbindje civile e organizuar, vënien në presion e të gjithë njerëzve që mbështesin Ramën, duke filluar që nga i polici, se na e marrin mbrojtje policën, na e trajtojnë si shenjtor. Polici nuk është shenjtor kur ushtron dhunë pa nevojshme ndaj teje. Kur të thret në komisariat OPG-ja sepse ke bërë një postim në Facebook, siç më ka thirrur mua për shembull. Deri këtu. Po, më kanë thirrur për një postim në Facebook. Sepse sipas oficerit policisë gjyqësore, dyshohesha se kisha bërë thirrje për vepra të dhunshme kundër rendit kushtetues. Me qartë. Pra, po thoja që ka nevojë për mosbindje civile dhe kjo sigurisht që kërkon një platformë të tërë, se kjo nuk mund të bëhet. Është si puna e skuadrës në futboll kur luan pressing. O do ta luajnë të 10 bashk, ose pressingu të kthehet në bumerang të pson gol nëse nuk e ke të mbyllur mirë vijën. Unë shikoj një problem këtu që të kalohet në mosbindje civile, në radh parë punojësit e sistemit shtetëror duhet të jenë ata që duhet braktisin vendet e punës, duhet i bashkohen protestës. Po si mund ta bëjë një gjë të tillë kur shumica prej tyre nuk janë pranuar në punë në rrugë meritokrate? U është krijuar mundësia që përveç se një rroge, si thosh, të pamerituar, mbushin xhepin edhe me para, domethënë me rishfete me forma të tjera abuzive. Këta që mbushin xhepat me rishfete në çdo institucion janë 1% ose më pak. Nuk janë shumica. Po s'ka si të janë shumica, sepse komisioni i tenderit është ai që është. Në një shkollë ku japin mësim 60 mësues, kush bën tender? Askush. Askush. Tenderin e bën drejtoria arsimore. Shiko, qeveritë kanë pasur një tendencë edhe për përqendrimin e prokurimeve. Jo sot, po shumë vjet përpara, kur unë kam qenë drejtor teatri, ne s'kishim të drejtë blenim karburant për nevojat e teatrit, për ngrohjen e sallës. Sepse tenderi duhet ta bënte Ministria e Punëve të Brendshme. Ne duhet përcaktonim sa fond kishim të sa litra naftë donim afërsisht dhe tenderin e bënin ata. Nuk janë të gjithë njerëzit që punojnë në sektorin publik për t'u fajsuar se po bëjnë korrupsion. Me siguri, me bindje them se janë më pak se 1% ata që fitojnë. Madje në komisionin e tenderit nuk fitojnë të gjithë, sepse ata janë në presion për pushim nga puna, nga titullarët, për shkak se ne s'kemi gjykata. Ti pushohesh nga puna edhe të duhen 15 vjet për të marrë vendimin e gjykatës. Tani ti ke ndjekur protestat, një pjesë të njerëzve që i drejtojnë këto protesta, jam i sigurt që i njeh, ke edhe ndoshta edhe njohje personale, po gjithashtu i e bërë pjesë edhe e kuvendit kombëtar. Tani e kemi neve materialin e duhur njerëzor dhe intelektual që t'ja dalim kësaj sipërmarrje kaq të madhe dhe të vështirë. Materialin me siguri që e kemi. Problemi është se një nga tiparet me sa duket që e kemi të karakterit, nuk di të them a është në ADN-n e shqiptarit apo jo, është individualizmi. Kemi shumë vështirë të krijojmë grupe. Pra të kemi kohezion njëri me tjetrin, të fokusohemi në atë që është më e rëndësishme dhe të lëmë më njanë divergjencat për gjëra më të parëndësishme. Unë për vete jam i zhgënjur që në gati 2 muaj protest, të gjithë ata që deri dje justifikoheshin që thonin që jo, po nuk bëjmë dot një nisëm tjetër politike se duket sikur po sa votojmë opozitën, se duhet mbështetur opozita.
apo ata që thoshin që jo, nuk ka elektorat gri në Shqipëri, janë të gjithë me PS dhe me PD, ata që nuk votojnë thjesht nuk janë në Shqipëri. Kjo protestë tregoi që në Shqipëri ka elektorat gri, që nuk motivohet për të votuar sepse nuk do asnjërin as tjetrin. Pra i takon një forcë të re politike ta mobilizojë këtë elektorat. Tregoi gjithashtu që nuk janë vetëm shqiptarët në perëndim, ata që mendojnë ndryshe, madje po të marrim rezultatin e fundit të zgjedhjeve, ata më shumë vota ka marrë Edi Rama nga votat e diasporës se sa ka marrë Sali Berisha, sigurisht pjesa më e madhe prap nuk ka votuar. Kjo situatë për mua tregon flet keq për atë që quhet inteligjenca ose shtresa e inteligjencës, jo inteligjenca e çdo individit, shtresa e intelektualëve shqiptar. Intelektualët shqiptar kanë treguar paaftësi totale, organizimi, përgjegjësie dhe do të guxoja të thoja edhe atë dashurie. Nuk kanë as atë dashuri, sepse kur je intelektual dhe do vendin tënd, kur vjen një situatë e tillë, duhet edhe të rrezikosh ca gjëra. Mund ta rrezikosh edhe vendin e punës. Se nuk do vdesësh, se nuk jep mësim në universitet, se nuk jep shërbimin tënd si mjek në një spital shtetëror. Ka universitete private, ka spitale private Shqipëria, siç ka dhe shkolla private. Pra nuk është kjo alibia. Fakti që këta njerëz që deri dje bënin këtë lloj morali, tani që e shohin që ka njerëz që janë kundër të dyve dhe prap nuk bashkohen, tregon që impotenca janë ata vetë. Nuk ka qenë realiteti që i ka pamundsuar atyre të dëgjohen dhe të organizohen. Sot kam dhe një pyetje tjetër. Sa e kanë kuptuar protestuesit se fenomeni Rama nuk është thjesht një marrëzi shqiptare, por është edhe një pjesë e një gjëje më të madhe, globale. Ky është një person, njeriu i duhur i agjendave më të ndyra që po çohen përpara nga elita perverse botërore. Dhe më lejo këtu të përmend vetëm dy shembuj, miratimi i ligjit të gjinive, i cili pranon që ka më shumë se 2 gjini këtu në Shqipëri, dhe tjetra është instalimi i sistemit të survejimit në të gjithë Shqipërinë, duke filluar që nga shkollat e fëmijëve. Këto janë 2 perversitete të cilat përshtypja ime është se nuk janë kapur nga protesta, nuk janë bërë pjesë e protestës. Shiko, protesta ka nisur dhe në një farmase edhe ka vazhduar si një bashkim grupesh interesash të ndryshme. Aty ke ambientalist, ke të gjelbër. Pra, një pjesë thot që jemi këtu vetëm për mjedisin, një pjesë është vetëm për transparencën e munguar, një pjesë është në protest sepse urren Trumpin. Po deri këtu jemi akoma te Zvërneci. Pjesa më e madhe, mendoj unë, dhe më e shëndosh e protestës janë ata që nuk janë për Zvërnecin. Unë kam intervistuar me 10 protestues, 2 herë që kam qenë datën 6 dhe 21 qershor, dhe shumica protestonin për kushtet e këqija të jetesës, për korrupsionin galopant dhe për padrejtësitë e tjera. Por këto 2 argumente që unë solla nuk i dëgjova asnjëherë. Nuk dëgjova, domethënë, njëri që të bëjë merak që Shqipëria po futet në një sistem survejimi. Shiko, për këtë ka shumë pak njerëz janë të vetëdijshëm. Edhe në këtë protestë, po besoj edhe në vende të tjera të botës. Nuk është se po çmendet as Europa në protesta të kësaj natyre. Pavarësisht se ne të dy informohemi dhe ndjekim kanalet pavarur komunikimi dhe e gjejmë se ku fle lepuri, qoftë me patentimin e farave, qoftë me kontrollin digjital, me zhdukjen e paras së thatë, me zëvendësimin me paranë digjitale. Rama ka premtuar që do të zhduki keshin. Dhe tani u konfirmua që do të zhduki dhe lekun. Po pse jo? Këto janë 2 lajme të kopshme, domethënë që janë të kopshme patjetër, nuk gjen një hon fare në veshët e shqiptarëve. Po kjo është e vërtetë. Shqiptarët kanë mungesë informacioni, media është tërësisht në shërbim të Ramës dhe të agjendës globaliste. Po nga ana tjetër mbase nuk duhet të pritur kaq shumë nga shqiptarët, sepse nuk është se jemi ne në ballë të këtyre ndryshimeve, as nuk jemi neve lojtari i madh që i ndalojmë. Ajo që duhet bëjmë ne si shqiptarë është të mbrojmë sovranitetin tonë, këtu të vendosim ne. Të mos vendosi as agjenda Soros, as agjenda Netanyahu. As njëri as tjetri nuk duhet të kenë ndikim në vendimarrjet që i takojnë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ky është problemi i madh, domethënë po përmend dy njerëz që bota e konsideron çifut, që në fakt për mua s'është çifut asnjëri nga të dy.
po si përfaqësues të dy poleve të ndryshme, të cilët çuditërisht mbështesin të dy Ramën. Në të gjithë botën ndoshta Soros dhe Netanyahu konsiderohen armiq, sepse Soros mbështet lëvizjen për bojkotin e Izraelit, po ja që me Ramën e kanë mirë të dy, kjo tregon që Rama është një kampion, një ekuilibrist në tel, një tregtar flamujsh, që është i Zotit mbaj më shumë se 2 flamuj në dorë. Është dhe diçka tjetër ndoshta që figurat të cilat ti përmende janë thjesht aktor, aktrojnë në sytë e publikut botëror për të treguar që ka konflikte mes krahut të Sorosit dhe atit Netanyahut. Unë besoj që ka një kontradikt midis nacionalizmit ekstrem genocidal të Netanyahut dhe globalizmit po ashtu ekstrem që kërkon fshirjen e kufive shtetëror të profesuar nga Soros me kompani. Besoj që ka një divergjencë mes tyre, sigurisht nuk ka divergjencë mes tyre kur bëhet fjalë se çdo të ndodhi me mua dhe me ty. Në përtajme numra, ata janë shumë dakord që ne të dy të shpronsohemi nga çdo lloj prone, mundësisht edhe të ham me leje dhe atë që na japin ata, mishin artificial dhe qumshin artificial. Po unë besoj që midis tyre ka një divergjencë të madhe që është kjo, çështja e kufive shtetëror. Që njëra pali do, tjetra nuk i do. Falenderoj shumë për kohën dhe që ndave me ne mendimet tua. Edhe unë uroj gjithë mira diasporës shqiptare në Kanada.